që na nuk mojtëm i marru institucionet. Tash e pse duhet e ketë, sepse këta që janë grupi zjarët, duhet me ja votu gjithë shka që vjen pe LDK-s. Sepse Zoti Kurti me takimin e sotit, aje të regoj një gjë, që këto koalicion nuk ka me pas dhe ka zgjedhje. Dhe grupi zjarët mos ta merë qatë barë mi sipër me dëmtu hala ma të tje LDK. Kush janë grupi zjarët ta që janë kundër, apo? Grupi zjarët janë gjata që mos të hi me emna, që të jam gjesëm një epitet. Grupi zjarët janë gjata të LDK-s. Sepse sot qka u diskutu dhe qka e pa mas fjalimeve që dolën dy liderët, thanë që na kena folë për parimet. E tani, popullit edhe mund mi thonë që kena folë për parimet, po na e dina so kanë parime këta. Sepse aty vish për parime so folë. Zoti Korsha tha vish për president so folë, e gjë që unë jemi prirë më të besu ma shumë ty që aty u folë vish për president. Edhe kore dekodën ato që ka tha Zoti Kurti dhe Zoti Abdigjiku, del që aty u diskutu vish për president, sepse aty është problemi, nuk është problemi i qeverisjes. Zoti Korsha, qërëndësi, ka në qofë se LDK-ja hinë qeverisja apo si në qeverisja? Jo, LDK-ja ka shku në takim, po ma bërë pyetjena, po të më dhënë përgjigjen. Po mos më që, na këtu kena me kohë dhe pak, se s'po ecëm. Hajde, vazhdo. Që je për gut në esante edhe kërë. Jepi, konkludojmë. Problemi është që qërëndësi ka në qofë se lidhja demokratike e Kosovës e merë Ministrinë e Administrimit të pushtetit lokale. Këtu problemi është presidenti. Dhe më thonë, aty u thirë është diskutu për presidentin. Grupi zjarët duhet mja votu që kartën e dështimit mja lonë Zotit Kurti në tavolin me qarmatos që në qofë se kërë ka ndo mendja. Me gjithë deputetet e LDK-s, Arton, 53? E po. Pastaj janë 7 minoritete. Atësa janë grupi zjarët, atësa janë grupi zjarët, atësa janë grupi zjarët do të mja votu Adem edhe Hoxhën dhe pa vetëm Berishin. me qarmatos Zotin Kurti që mos me hinë në zgjedhje edhe me një armë të fortë.